Ndërkohë, migrimi i banorëve të Likovës dhe Kumanovës erdhi për shkak të varfërisë dhe mungesës së investimeve të pushtetit. Me këto konkluzione, u dol në një tryezë debati në Kumanov, të organizuar nga Forumi Rinor Islam dhe Dega e USHT-s së Kumanovës. Në tryezë u kërkua më shumë vëmendje nga ana e qeveritarëve për mundësi të reja perspektive dhe punësimi. Këto rajone që nga lufta e 2001-shit nuk kanë parë as ndihmën më të vogël dhe as vëmendjen e autoriteteve si dhe jetojnë në standarde mjeruese. I pranishëm në tryezë ishte edhe zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi si dhe sociologu dhe dekani i Fakultetit Administratës Publike të USHT-s në Kumanov, Metush Sulemani. Në debat u bë thirrje për plane zhvillimore në këto zona si dhe për hapjen e pikave kufitare me Kosovën dhe luginën e Preshevës. Konstatimi i përbashkët është që vetëm nëpërmjet zhvillimit ekonomik, vetëm nëpërmjet përmirësimit të kushteve për jetë, vetëm nëpërmjet përmirësimit të kushteve të infrastrukturës mund të arrijmë që të përmirësojmë jetën e tyre, mund të arrijmë që të thithim investime të brendshme dhe të jashtme, të cilat do të mund të ndikonin në parandalimin e kësaj dukurie negative për popullin shqiptar. Këto vende të bëhet një qasje morale ndaj krizës, në fjalë të bëhen investime më të shumta, të shfrytëzohen për fonde të ndryshme, të jepen më tepër subvencione për popullatën e këtyre trojeve, edhe t'ju bëhet me dije atyre se edhe këtu mund të jetohet në Maqedoni, sidomos në momentin kur ne shohim se dyert e shteteve tjera realisht janë mbyllur para këtij fluksi të migrantëve.